Propozimin e Ministrisë Turizmit, Kulturës dhe Sportit. Më e rëndësishmja është e para që është miratimi i një vendimi qeverie që rrit ndjeshëm mbështetjen për shpërblimet për sportistët elitar dhe për trajnerët e tyre. Është një vendim që garanton një skemë më të drejtë të shpërblimeve për sportet me disa disiplina dhe që do të ketë efekt nga muaji prill 2026. Për t'ju dhënë më shumë shifra, rritet me 75%, pra shkon nga 40% që ishte në 70% të masës së shpërblimit. Mbështetja për sportet jo olimpike rritet me 25% nga 40% që ishte, pra nga 40% që ishte në 50% e masës së shpërblimit për trajnerët e këtyre sportistëve elitar. Rritet me 43% trajtimi ushqimor ditor për sportistët elitar. Për dhe një shembull, ishte 3.500 lek mbështetja në ditë dhe shkon në 5.000 lek të reja mbështetja në ditë. Pra, ofrojmë një mbështetje më të madhe, garantojmë një skemë më të drejtë për të pasur një rritje të dinjitetit të sportit, për të pasur një promovim të imazhit ndërkombëtar të Shqipërisë, flamurit shqiptar në botë dhe për të motivuar gjithmonë më shumë sportistë të cilët të bëhen elitar, të kapin rekorde të larta dhe të luftojnë për rezultate sa më të larta. Kemi një rritje deri në 65% për stile të veçanta dhe kemi rritje deri në 100% për rezultatin përfundimtar. Kjo është në ato raste kur kemi gara ose kur kemi sporte të cilat kanë edhe stile të veçanta, pra stili parë ose stili dytë, dhe pastaj kanë një garë të tretë që i përmbledh rezultatet dhe ata klasifikohen në bazë të dy rezultateve. Në këtë rast, ata mund të marrin shpërblim edhe për njërin stil, mund të marrin shpërblim edhe për stilin e parë dhe për stilin e dytë, dhe së bashku të gjitha këto kthehen në një shpërblim edhe më të madh me formulën që ofrohet me këtë vendim. Në total, shpërblimi mund të shkojë në rast se del me rezultatet më të larta sipas skemës së vendimit deri në 230% si shpërblim. Ka një rritje deri në 200% ose 3 fishim për disa kategori rezultatesh në kampionate europiane, ka një rritje mesatare nga 50% deri në 100% në përgjithësi për gjithë rezultatet e tjera, ka një rritje prej 100% ose 2 fishim për kategori lojrash olimpike dhe kampionate botërore, me rritje për gara mesdhetare dhe për ato ballkanike. Është një vendim i cili natyrisht vjen si një ndryshim i vendimit aktual, por ka një përmirësim të ndjeshëm, siç e theksova në këtë paketë mbështetje që e kemi garantuar në bashkëpunim me Ministrinë e Financave. Kuptohet dhe që do të jetë në zbatim në vijim gjatë vitit 2026, duke filluar nga muaji prill. Një vendim i dytë që ishte për nga simbolika dhe për nga rëndësia që ka për aspektin festiv dhe për aspektin e nderimit të ditës së Europës, 9 majit, është që do të sjellim në Tiranë një event madhështor që do të jetë në sheshin Italia, ku i biri i kompozitorit të jashtëzakonshëm për nga gjithë karriera e tij, Ennio Morricone, do të drejtojë orkestrën e radio televizionit shqiptar dhe do të ketë edhe korin e teatrit kombëtar të operës dhe të baletit në një koncert, në një event, në një spektakël i cili do të jetë për nga përmasa dhe për nga rëndësia dhe për nga organizimi, besoj unik. Miratuam sot në qeveri një mbështetje të veçantë për buxhetin e Ministrisë së Turizmit, Kulturës dhe Sportit që i dedikohet këtij eventi, që do të jetë natyrisht në bashkëpunim edhe me ambasadën italiane, edhe me Institutin Italian të Kulturës, dhe do të kemi një 9 maj akoma dhe më të bukur në Tiranë në aspektin e jetës kulturore dhe artistike dhe të interesit turistik sa i takon kryeqytetit.